Ka një gjën themel. Si duhet ta kuptojmë ne ripërtritjen? Se cili nga ne? Një ripërtritje të vetvetes në radhë parë. Partia Demokratike ka një potencial të jashtëzakonshëm njerëzor. Ka personalitete me merita. Ka drejtues të sprovuar. Por ka vetëm një kusht që këta të qëndrojnë në krye të misionit tyre, ripërtritje. Dhe duhet ta pranojmë këtë. Kush do ta bëjë ripërtritjen, thonë ju? Ju do ta bëni ripërtritjen. Kjo është. Si do ta bëjmë? Do ta fillojmë nga vetja ripërtritjen. Dhe do ta shtrim në të gjitha nivelet. Natyrisht, në epicentër të ripërtritjes është antari i saj. Në epicentër të ripërtritjes Partisë Demokratike do jetë antari, roli, hapësira e tij. Pra, unë kam shumë besim të plot të secili prej jush, tek të gjithë drejtuesit lokal që nuk janë në këtë mbledhje, që do të me krenari, do të mirë kuptojnë, do të angazhohen në këtë proces. Partia ka nevojë etike. Miq, Kuvendi Kombëtar në këtë frym ripërtriu Këshillin Kombëtar, kryesinë. Por këto nuk mjaftojnë. Duhet shtrirje kapilare e ripërtritjes. Duhet dimensionim i këtij koncepti. Qoftë numerik, qoftë hapësinor, qoftë funksional. Qoftë funksional. Të mos